بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimet I takojnë Allahu te baraka ve taala, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin Allahut Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte do të përmendim dy dyshime të cilat I hedhin pasuesit e bidatit në lidhje me paralajmërimin ndaj njerëzve të devijuar. Javën e kaluar e kemi përmendur qëndrimin e selefit në raport me ata të cilët sjellin bidatin dhe e pasojnë atë, dhe kemi thënë se hedhin dy dyshime, shumë dyshime, mirë po në dy që do t'i përmendim sonte. Ato janë se kur paralajmërohet për një person I cili ka devijuar, për shembull të paralajmërohen besimtarët për një person I cili është murxhi, kharixhi, apo qaderi, apo jahmi, apo sha'ari e kështu me radhë. Dyshimin që e hedhin njerëzit të cilët e devijojnë rrugën e sahabeve dhe tabiinëve dhe tabi'a al-atba, rrugën e selefit, thonë se si po paralajmëron për këtë njeri, ky ka të mirat shumë të tjera. Edhe fillojnë m'ia përmend të mirat e tij. Dhe pa dyshim se kjo një dyshim jashtëzakonisht I madh që ja u ngatroi njerëzve çështjet e dinit. Me që ai kërkon që t'i përmenden të mirat, në njëjtën kohë shumë të rinj, shumë njerëz të cilët nuk kanë dituri dhe nuk e marrin fen prej dietarëve, padyshim se binë këtë grack apo në këtë dyshim nga njerëz të bidatit. Prandaj, përndryshe, dietarët e kanë kundërshtuar këtë dyshim apo këtë bidat që ata e kanë sjell, nga se el-muwazanat apo baraspeshimi, përmendja e të mirave krahas të ligave, m'ia përmend një bidatxhie, kjo është bidat të cilën e kanë shfaqur, e kanë sjellur njerëz që kanë devijuar nga rruga e menexhit salafus salih. Nuk ka dyshim se nëse është njeri ahli sunneti wal jamaa, nëse është ahli sunneti wal jamaa dhe menexhin ahli sunna, pavarësisht nëse gabon apo rrshet ndonjë mesele, ai kundërshtohet në gabimin e tij. Kjo nuk ka diskutim. Dhe duhet mos I harrohen të mirat e tij. Të mos anashkalohen të mirat e tij. Mirë, po çështja është menexhi ahli sunna, se kur paralajmëron, qoftë edhe apo kur e këshillon për një person që ke kujdes prej kësaj, për këtij veprimi, në njëjtën kohë nuk duhet përmenden të mirat, nga se qëllimi është që ai të mësoj nga kjo, të përfitoj, të ketë kujdes. Për shembull, Allahu te baraka ve taala neve kur na I lëvdon librin e tij besimtarët, nuk I përmend këqijat e besimtarëve. Allahu te baraka ve taala kur I përmend mirat e besimtarëve, I përmend sifatet e besimtarëve, cilësitë e besimtarëve. Pse nuk I përmend gabimet e besimtarëve? Nga se qëllimi I ajeteve kur na I lavdron Allahu besimtarët dhe na I përmend cilësitë e tyre, qëllimi është ne të përfitojmë prej veprimeve të mira tyre. Dhe shtrohet pyetja, a kanë besimtarët gabime? Gjithsesi, kanë gabime. Kullu bani Adam khata, çdo biri I Ademit është gabimtar, më I miri gabimtar është ai I cili pendohet. Mandej Allah azza wa jall kur I përmend pa besimtarët, krishterët, nuk ja përmend mirat të tyre. Që mund të kenë, për shembull, mushrikët kanë pas disa, po tebet yada Abi Lahabin, ju thafshin durët e Abu Lahebi ka pas ndonjë të mirë, gjithsesi ka pas. Por Allahu e përmend atë në mënyrën më të keqe që njerëzit largohen pi kufrit edhe pi shirkut ti. Kemi shumë argumente që e shfuqizojnë këtë dyshim. Kjo është dyshimi I parë
Ky është dyshimi I parë që ja hudhin të rinjve dhe ju thonë se pse flitni kundër filanit, pse flitni kundër kur ai ka bëu këtë mirë, ai ka bëu këtë mirë, pse nuk pja përmendi të mira. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur, ka paralajmëruar, ka pas raste të shumta ka nga jeta e tij që ka përmendur të meta të disa njerëzve duke mos ja përmend mirat. Duke mos ja përmend mirat. Pra, kemi argumente nga suneti që dëshmojnë se është bidat të mendosh se një personi I cili e meriton të paralajmërohet duhet ja përmendsh edhe të mirat. Për shembull, transmeton Aisha radhiyallahu anha hadithin sahih al-Bukhari. Anna rajulan ista'adhana 'ala an-nabi. Një person kishte kërku leje që të futet te Muhamedi alayhi salam. Falamma ra'ahu, kur e ka pa pejgamberi alayhi salam, ka thënë bi'sa akhul ashira. Sa njeri I keq ky. Apo sa djal I kësaj I kabiles ti, apo më I keq I kabiles ti është. Bi'sa akhul ashira, apo bi'sa ibnul khashira, biri I këtij grupi apo I kësaj familje të keq është. Si e ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam. Wa bi'sa ibnul ashira, falamma jalas, këtë thënie, këtë fjalë tha Muhamedi alayhi salam ende pa ardhaj, pa ul brenda. Po si e ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fol shumë, ka fol rënd për to. Domethënë atë që e ka merituar. Por falamma jalas, kur ul tatlaqa nabi sallallahu fi wajhi, I ka buzëqesh pejgamberi alayhis salam. Wa mbasata ilay falamma talaqa ar-rajul, dhe ka afru ka nejt me to. Kur ka dal prej shtëpisë së tij, qalet lahu Aisha. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, o I dërguari I Allahut, hina ra'aita ar-rajul, kur e pave ti këtë njeri, kulta kadha wa kadha, ti tha kështu edhe kështu. Thumma tatallaqta fi wajhihi wa mbasatta ilay. Pastaj ti e pranove dhe qeshe me, do më thoni buzëqeshe në fytyrë. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisha, I tha pejgamberi sa moja Aisha, meta ahadtani fahishan. Kur ke pati mund të jem unë I vrazhd në atë kuptimin I neveritshëm, njeri I pasjellshëm. Inna sharra an-nasi inda Allah. Me të vërtet, një është më të këqi te Allahu në ditën e gjykimit, pra, manzilatan man taraka an-nas ittiqa sharri. Është ai njeri që tjerët friksohen për sherrin e tij dhe largohen. Thonë dietarët se në këtë ka argument. Në këtë ka argument pra që lejohet me fol për një person I cili nga I cili mund të ketë ndëm shoqëria. Po ashtu këtë dietarët e përmendin se edhe kundër argument të shfaqjes së këtij bidati, nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend vetëm si njeri të keq, edhe nuk ja ka përmend mirat. Për shembull, siç ka qenë ai shfaqja e Islamit, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se ky njeri është munafik. Masandej ky njeri është shfaqur dhe ka dalë nga, domethënë ka deviju. Kjo është për argumentet që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë pejgamber. Ja një shembull tjetër, Fatimatu bint Qais. Fatimatu bint Qais ka qenë e kërkuar për fejes apo për martesë nga Muaviu dhe Abu Jahm. Dy sahabe kanë shkuar, kanë lyp, kanë kërku fejesën e kësaj muslimani. Dhe kjo është ardhur dhe ka pyet pejgamberin alayhisalatu wasalam. E ka pyet, çfarë më këshillon? Këta dy persona janë ka kërkojnë martesën time. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhisalatu wasalam? Amma Abu Jahm fala yada asahu an atiqih. Abu Jahmi, ka qenë sahabi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky është njeri I cili I rreh shumë gratë. Apo atë shkopin asnjëherë nuk I mbetet shkopi vetë se e kanë lëvizje ndaj bashkëshortëve, ndaj bashkëshortës. Amma Muawiya, ndërsa Muawiu fasalu kala mal lah.
nuk i ka mundësit pranë çështjen ekonomike. Nuk ka mundësi, kushtet nuk i ka në rregull. Inkahi Usama ibn Zaid. Të preferoj që të martohesh me Usama ibn Zaid. Qalet, ka thënë, fakarihtuhu, nuk më pëlqej, do me thonë mu martu me Usamen, thumë qal, pastaj ka thonë me Usam, inkahi Usama, martoje Usamen. Fanakahtuhu, e martova Usamen, feja'ala Allah fi khairan waqtabattu, thot edhe Allahu më ka sjell shumë sukses, pra dhe ka qenë e kënaqur me martesën e Samizit. Çfarë thonë dietarët në lidhje me këtë çështje? A nuk ka të mira Muaviu? A nuk ka pas të mira Abu Jahm? Po këtu është çështja e këshillës. Këtu është çështja e këshillës. Ata të cilët thonë se, për shembull, kur i kritikojnë dietarët e Ehlusunetit pse flasin kundër njerëzve të devijuar, thonë pse nuk fjalë përmendin të mira. Kur të është çështja e këshillës, e paralajmërimit, për shembull, dietarët paralajmërojnë se në fillon libër nuk bën të mësohet sepse ka dëme të mëdha. Ata çfarë thonë? Se i ka edhe të mirat të saj. Por gjithsesi mund t'i ketë mirat, por kur paralajmërimi në këtë rast është që ti të distancohesh krejt prej asaj libre, sepse rreziku mund të ndodhë dhe të devijosh. Prandaj, ky është argumenti i qartë se rruga e baraspeshimit, pra përmendja e të mirave krahas ligave, kur të është në çështja e paralajmërimit, është bidat, pra është gabim. Sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmend Muaviun këtë rast, edhe ka përmend Abu Jahmin, Fatimes, nuk është vajza e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në këtë rast Fatime bint Qais. Kjo është argument i qartë dhe shumë i fuqishëm që nuk duhet, kur është çështje këshilla nuk duhet përmenden të mirat. Për shembull, Aisha transmeton ana Hind bint Utbah qalet ya Rasulullah, gruaja e Abu Sufjanit, ka thënë i dërguari i Allahut, inna Aba Sufjan rajulun shahih. Abu Sufjani është burr shahih, pra njeri dorështërngut, nuk është dorëshlir në pasuni. Walaysa yu'tini ma yakfini waladi. Nuk mjafton ajo për fëmijët e mi. Ai çka merr mu pasuri dhe më mbyllon fëmijëve nuk po mjafton. Illa ma akhadtu minhu la alam. Përveç asaj kur ja marr unë dhe ai nuk e di. Pra nga pasuria e bashortit për fëmijët e vet, ajo çka merr mu nuk mjafton. Fa qala khudhi ma yakfika waladika bil ma'ruf. Pejgamberi sa më ka thonë merri çka të mjaftojnë për fëmijët tu, pra me të drejtën. قال حافظ ابن حجر فكثون ابن حجر يقول لي مكتا حديث استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه. Argumentoj me këtë hadith se lejohet me përmend insanit njeriu diçka që nuk i pëlqen. Idha kana ala wajhi al-istifta, kur është në pyetje fetvaja, me kërkuti fetva pe dikujt apo me dhon dikush fetvaja, përmend dikujt edhe pse atij nuk i pëlqen, lejohet. Wal ishtika, apo kur ta ankohesh për dikon. وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. Dhe kjo është një prej momenteve që lejohet me bë gibet. Në kësi rastesh. Po ashtu në këtë ka argument se në këtë rast nuk i përmenden të mirat e Abu Sufjanit. Hind nuk ka ardhur tani më ja përmend, nuk po kërkon më ja përmend të mirat e Abu Sufjanit. Sepse është çështja, momenti për me zgjidh një çështje. Është çështja çfarë me vepru me atë veprim. Si duhet, domthonë nuk ka të bëj tani në këtë moment më u kthy edhe më thonë Abu Sufjani ka gjitha këto të mira. Dhe padyshim se ka të mira. Më pastaj ka argumente të shumta pra që e dëshmojnë rrugën e dietarëve edhe pasuesve të dietarëve se paralajmërimi ndaj pasuesve të bidatit është i drejtë dhe bindja se njeriu ka veprime të mira dhe duhet mos ja anashkalojmë, kjo është gabim. Kjo është gabim. Për shembull, transmeton Buhariu në Adab al-Mufrad. Sami'tu Aba Hurajra ka thënë Yahya Maula Ja'adat ibn Hubayra ka thënë pejgamberi Abu Hurajra.
Qila li nabi sallallahu alaihi wasallam, i shton pejgamberit alayhi salatu wasallam, ja Rasul Allah, o i dërguar i Allahut. Koni çfarë hadithi? Inna fulana taqumu al-layl wa tasumu an-nahar. Një grua agjeron ditën edhe fal namaz natën. Wa taf'al wa tasaddaq wa tu'dhi jirana bilisani. Ajo edhe jap sadak, amo ajo fqinjet e saj janë dert me ta. Ajo i pengon edhe i lëndon fqinjet e saj me fjalë. Pra i shan, i fyn, i nënçmon, i përgojon e krejt kështu me radhë. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam? La khayra fiha. Nuk ka të mirë në to. Ajo është për banorëve të xhehenamit. Ajo është për banorëve të xhehenamit. Këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e përmend, po ju kundërpërgjigjet edhe po e përmend se çfarë meriton ajo me gjuhën e saj të keqe. Dhe po thot, wa qala kan than, wa fulana tusalli al-maktuba, një grua e cila i fal 5 kohë të namazit, wa tasaddaq bi atwar min al-qatt wa la tu'dhi hadan. Edhe jap sadak, edhe askon nuk e dëmton nga gjuha. Askon nuk e lëndon. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha hiya min ahli al-janna. Kjo është për banorëve të xhennetit. Pra kjo përgjigje e pejgamberit alayhi salatu wasallam t'jap më kuptuese programit të cilën e sjellin bidatxhit që duhet jo përmendin njerëzve të mirat apo të këqijat, kur të është mbytje këshilla, kjo është gabim. Ajo e cila për cilën ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam se është për banorëve të xhenemit, a nuk kishte vepra të mira? E kishte namazin, e kishte agjerimin, e kishte ato të mira. Por në këtë rast po pyetet, për çfarë po pyetet? Ajo i lëndon fqinjet e saj me gjuhën e saj. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam tani po paralajmëron për këtë. Keni kujdes prej apo po thotë është për banorëve të xhehenem, pra meriton zjarrin e xhehenemit për atë veprim çfarë po vepron. Për shembull, po ashtu përmend Buhariu në Adab al-Mufrad nga Abu Huraira radhiyallahu anhu qala rajul ya Rasulullah. Një njeri thot pejgamberit alayhis salam, o i dërguar i Allahut, inna li jaran yu'dhini. Unë kam një fqin, një njeri ka thon pejgamberit alayhis salam, e kam një fqin yu'dhini, shumë bon pengesaj, më bon probleme. Fa qala intaliq, ka thon ktheu, shko, fa akhrij mata'aka ila tariq. Nxjerri krejt çka i ki ato brenda shtëpis, gjërat, edhe nxjerrin rrugë. Fa intalaqa fa akhraja mata'ahu. Ka shku në shtëpi dhe i ka marrë krejt çka ka pasur dhe i ka nxjerr rrugë. Fajtama an-nasu alayhi, fa qalu ma sha'nuk. Jon të bunë njerëz dhe i kanë thonë çka është puna jote, çka të ka ndodhur, pse i ke nxjerr këto në rrugë. Ka thonë qala li jarun yu'dhini. Unë kam një kujshie, kam një fqin i cili shumë me lëndon. Fa dhakartu li nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala intali fa akhrij mata'aka ila tariq. Edhe ku përmend pejgamberi sallallahu këtë çështje dhe më ka thonë nxjerrë vepro kështu. Fa ja'alu yaqulun, njerëzit kanë filluar me thonë Allahumma al'anhu, Allahumma akhzihu. O Allah mallkoje këtë njeri. Kujshin pra çepe, o Allah mallkoje, o Allah poshtroje. Fa atahu fa balaghahu, ati ka lajmi çka ka ndodhur, se njerëzit ka bojnë dua kundrejt tij, ka mallkojnë, ka poshtrojnë. Fa qal irji ila manzilik. Ushtardi ka thonë ktheu në shtëpinë tonë. Shtini krejt mrena. Fa wallahi la udhik. Pasha Zotin unë nuk do të dëmtoj më ty. Pra kjo është rruga që na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam. Se kur është në pyetje paralajmërimi për një person, nuk i përmenden të mirat. Kur të është në pyetje paralajmërimi, pra kur themi filoni është mubtadi, vjen dikush thot, ai bën davet, ai punon natë ditë për Islam. Apo kur thasim kur themi se njëri thert në bidat, e vjen tjetri dhe thot, po ai e bën këto, e ka shkruar këtë libër, e ka bërë këtë libër. Domethënë, cila është rruga e pejgamberit alayhis salatu wasallam që na ka njoftuar, pra kur të është pyetje këshilla apo paralajmërimi për dikë, nuk i përmenden të mirat. Po ashtu për shembull e kemi Imam Buhariu e përmend se Al-Humaydi akhbar Sa'id ibn Jubair قال, ka thënë Sa'id ibn Jubairi, qultu li ibn Abbas, i kam thënë ibn Abbasit, inna Nawfan al-Bukali yaz'am anna Musa sahib Khidr laysa huwa Musa sahib Bani Israil. Sa'id ibn Jubairi i ka thënë ibn Abbasit, Nawfan, ky Nawfi pretendon. Sa'id ibn Jubairi po i drejtohet ibn Abbasit dhe po i thot për një person, Nawf al-Bukali,
thot ky Musai sahib al-Khidr, lejse o Musa sahib e Israel. Musai i cili ka fol me Khidrin nuk është Musai që është për qëllim Musai bejive të Israelit. Ja çfarë fjalë ka fol. Fjalë të kotë, fjalë devijuese. A keni qartë? Po i thot Ibn Abbasit, çfarë mendon ti për fjalën e Naufit? Nauf al-Bukali, sepse ky po thot se Musai që ka bisedu me Khidrin nuk është Musai benu Israel, është tjetër Musa. Çfarë mendon për këtë fjalë? Dhe ky njeri fal namaz, agjeron, ky është njeri domethënë që merret me dawa, ky është njeri i cili domethënë shkruan e krejtë ku ta diun. Çfarë është përgjigje Ibn Abbasi? Ai ka thonë se ki frikë Allahit, ky është devijimi i tij, po i ka edhe të mirat e tij. Cili është reagimi në këtë rast? Cili është menhexhi i sahabëve, menhexhi i selefit? Çfarë ka thonë? Kadhaba adu Allah. Ka rrejt armiki i Allahut. Aq rënd domethënë, aq i prerë ka qenë. Haddathani Ubay ibn Ka'b. Edhe fillon duke thënë se ka thënë Ubay ibn Ka'b se me kulin e Musa ka me khatibe dhe shpjegon gjarin që ka transmetuar Ubay ibn Ka'b që pejgamberi Musa alayhis salam ishte ngritur të Beni Israilit. Është argument shumë i qartë se ai është Musa i Beni Israilve i njëjtë me Musa me Khidrin. Por çfarë thot Ibn Hajeri? Kadha ba'du wallah. Ibn Hajeri thot, kjo fjalë ka gënjy armiku i Allahut. Lem yurad Ibn Abbas ikhraj Naufan walayatillah. Nuk e ka pas qëllimin Ibn Abbasin këtë rast se ai është armik i Allahut. Po e ka thonë, ka gënjy armiku i Allahut. Nuk e ka pas të Ibn Hajeri qëllimin se ai është armiku i Allahut. Por al-qulub al-ulama, thot zemrat e dietarëve tanfir idha sami'at ghayr al-haq. Reagojnë ashpër, reagojnë më njëherë kur ndëgjojnë të kotën. فيطلقون امثال هذا الكلام اذا nxjerrin nga gjuhët e tyre fjalë të ngjashme si kjo. لقصد الزجر والتحذير. Me qëllim që me pas kujdes njerëzit ndaj kësaj fjale dhe ndaj këtij personi, me pas kujdes. والتحذير dhe paralem. وحقيقة غير مرادة dhe me tregu realitetin, jo ato, domethënë siç thuhet. Kjo është pra argument dhe një prej argumenteve të shumta se menhexhi al-muwazanat, pra baraspeshimi i të mirave dhe i të ligave, është bid'a. Është bidat. Dhe qëndrimi i ahli sunneti wal jamaa është se kur paralajmërojnë për dikën, nuk ja përmendin të mirat. Dietarët e qartësojnë kur i përmenden të mirat. Për shembull, nëse flasim për historinë e një personi që është mubtadi, edhe të tregojmë historinë e tij, apo na detyrohemi të tregojmë historinë e tij, padyshim se ne themi ai ka këtë mirë, ka këtë mirë, ka këtë mirë, ky është një njeri. Por nëse nuk merret dija prej tij dhe duhet paralajmërohemi ndaj tij, për të ne duhet themi ai ka këtë devim. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka përmend umetit e tij tri cilësi të xhavarixhve. Pra, kur i ka të mirat e xhavarixhve, ja u ka përmend se ata lexojnë Kur'an shumë bukur. Ka përmend shumë gjëra që i kanë cilësi. Lexojnë Kur'an shumë bukur. Agjerojnë shumë bukur. Këto janë shenja që i kanë ata që njerëzit mos të mashtrohen. Flasin fjalën më të mirë, domethënë fjalën me Kur'an, khairul bariyya, qaulul bariyya, flasin ajetet e Kur'anit. Shka thonë Aliu, kelimatu haqqin uride biha batil. Fjala është hak, po e kanë për qëllim batilin. Më thonë, Aliu t'ju kanë drejtu me ajet. Dhe pse i ka përmend pejgamberi alayhi salam ato dy alamat, më thonë, shenja që të mos mashtrohen njerëzit edhe t'i pasojnë xhavarixhet. Mos më mashtru. Ndaj, nëse ja përmendim të mirat njerëzve dhe marrim këtë menhej të Ikhwanul Muslimin, nëse marrim këtë rrugë që gjithkush i ka të mirat ato të këqija ato dhe t'i paraspeshojmë, atëherë nuk na mbetet njeri devijuar, mbi fytyrën e tokës, edhe na del se krejt qenë ka gabim dietarët e selefit që kanë fol, duke nisur prej Imam Ahmedin për Karrabisin e luftën e madhe që ka bërë Ibn Taymija kundër bidatxhinëve, na del lufta e madhe Muhammed ibn Abdul Wahhabit e këtyre dietarëve.
Ndaj duhet me pas kujdes në këtë çështje. E dyta është, dyshimi i dytë që e fusin është gibeti. Mos bëni gibet. Gibeti është bëj gjunaheve të mëdha. Paralajmërimi ndaj bidatxhinëve, ndaj bidateve nuk ka të bëjë me gibet. Është i lejuar në dinin islam. E lejojnë dietarët. Dhe Ibn Nevevi rahimahullah në Riyadus Salihin ka thënë bab ma yubahu min al-ghiba. Çka lejohet me bë gibet. Shumë të rinj mashtrojnë, këta merren me gibet. Ibn Taymija rahimahullah thotë se me shpif, me bë gibet ndaluar. Kjo lejohet as për qafirin, as për gjunaqarët, lejmu për muslimanin. Pra për gjunaqarët, për mubtadiat, nuk lejohet me shpif, nuk lejohet me bë gibet në atë kuptimin që nuk ta lejon ty shariati. Amo abwab allati yajuz fiha al-ghiba janë 6. 6 janë pika që shkurtimisht do t'ja u përmendim, 6 raste që lejohet gibeti. Këta e thojnë dietarët. Dhe kjo është dhe nuk duhet t'i ngatrojnë gjanat. Paralajmërimi ndaj bidatxhinëve nuk ka të bëj, nuk është i ndaluar. Për shembull, at-tadhallum, e para, rasti i parë që lejohet është at-tadhallum. Çka do të thonë? I lejohet një personit të cilit i është bë padrejti. An yatadhallam ila sultan wal qadi. Ai shkon te gjykatësi dhe te sultani. Wa ghayruhuma mimman lahu wilayatu di dikush tjetër i cili ka pushtet. Au qudra ala insafi min zalimi, apo ka forcë për me bë drejtësi. Fa yaqul dhalamani fulan. Dhe thot, ky filani ka duke mos qenë prezant, thot filani ka bë mu kët. Kjo s'është gibet. Gibet është, se këta harrova më përmend. Gibet është me përmend vllaut tën diçka që ai nuk e pëlqen. Diçka që është reale. Se nëse s'është reale, ajo shpifje. Edhe dy kushte i ka gibeti. Gibeti e ka mja përmend një diçka që është realitet. Realisht, ato e ka. E dyta mos me qenë prezent. Se nëse është prezent, ti e ka shon. Jemi të qartë. Nëse është dikush prezent, ti nuk e bën gibet në sy. Ti e ka shon, e ka fyn. Ajo nuk ka ta pëlqen atë fjalë që e ka thu, por në këtë rast ti e ka fyn, e ka shon. Kjo nuk është gibet. Gibet është diçka që ai personi mungon, nuk është prezent. Edhe dyta ja përmend një diçka çka e ka. Për shembull sikur për Safijen që ka thonë Aisha është e vogël, ai ka qenë e vogël, e më e shkurt. Edhe as ka qenë prezent, edhe Aisha nuk e ka shpif. Ka thonë po ato e ka Aisha, ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse e thuti diçka që s'ka ti ka tërki shpif. Pra shkon te gjykatësi edhe i thu filani ka vepru kështu me mua. Në këtë rast lejohet as gjë të keqe s'ka. 2. Isti'anat ala taghyir al-munkar wa radd al-'asi lis-sawab. E sheni njëri duke bë gjuna. Ti shkon me kërku të dikush tjetër ndihmë. Hajde thu se filoni ju ka bë këtë keqe. Edhe ta evitojmë atë keqe. Kjo nuk është bidat. Nuk është, domethënë gibet. E shepra dikon duke bë një veprim që ti e ka e përmend, ajo s'është prezent edhe e ka thut vërtetën çka ka thënë. O ka bën një veprim kështu, hajde të shkojmë edhe ta evitojmë. Kjo nuk është gibet, lejohet. 3. El-istifta. Shkon te muftia ti, ke probleme me bashortën tonë. Edhe i thu muftis kështu thot gruaja jeme. Apo e kundërta, apo miku im, apo domethënë shoku im. Lejohet këtë rast istifta. E para ishte çështja e padrejtisë, e dyta ishte për me kërku ndihmë me hekni të keqe, e treta është istifta me kërku fatva pra nga dikush, edhe të katërta tahdhir al-muslimin min ash-sharr wa nasihatihim. Paralajmërimi muslimanëve për një të keqe dhe këshilla e muslimanëve për që të mos që të largohen prej asaj të keqe. Dhe këtu futet paralajmërimi ndaj bidatxhive. Apo për shembull jarhul majruhin min ar-ruwat, transmetimi i transmetuesve që ka ardhur nga njerëz nga të cilët nuk merret transmetimi. Për shembull, kanë qenë njerëz devotshëm, por nuk kanë pas dabt, nuk kanë qenë sakt në transmetime, apo kanë harru. Dietarët pa kur far kompleksi kanë thënë prej filanit smerret hadith. Pse? Sepse ai harron. A është gibet kjo? Kjo gibet është, a mund këtë rast lejohet. Filani nuk është preciz.
A është gibet kjo? Gjithsesi, gibet, sepse me thonë ti filoni nuk mëson mirë, ose nuk harron shumë, ose nuk nxan mirë për manç, atëherë bile ka një njeri te Imam Ahmedi dhe i ka thonë, po më vjen pak rënd ku po thon filoni kështu. Pe filonit smerret, pe filonit merret. Po më vjen pak rënd. Imam Ahmedi ka thonë se ti heshtë dhe unë heshti, ç'është më dalluaj personi që është pe cilët duhet merret dhe personi prej të cilit nuk duhet merret. Allah azza wa jalla ka dhënë bereqet edhe me me këto parime të rregulla, Allah azza wa jalla ka rujt dinin tonë. Për shembull është edhe tjetra, idha ra'a mutafaqqin yataraddadu ila mubtadi' aw fasik. E sheh njerin duke marrë dije prej njerit që s'ka dije, apo është i devijuar. Ti shkon e kapë dhe i thu, pe këti nuk mësohet feja. Ky njeri devijon. Në këtë rast, pra, e ka këshillon muslimanin që mos merrani të keqe. Apo për shembull dhe yakun lahu la yakun biha la wajha. Për shembull një përgjegjës e ka marrë një punë, ai nuk është duke kryer si duhet. Për shembull drejtori i shkollës, po e vëzom shembull, është drejtori i shkollës. Ai nuk është duke kryer funksionin si duhet. Ty të lejohet, apo një profesori i lejohet me kërku ndihmë nga organet më të larta dhe me thonë, ky ka probleme serioze, ky nuk është për këtë çështje. Pra gibet është, por lejohet gibeti. Dhe kjo ishte e katërta që ka të bëjë me paralajmërimin e muslimanëve për ndaj një të keqe edhe këshilla tyre. An yakuna mujahiran bi fisqin aw bid'a. E pesta është lejohet me përmend, me bo gibet personin apo atë çështje të një personi i cili thret në bidat haptas apo në gjuna haptas. Për shembull, njeriu pin alkool haptas. Vjen o t'i thu, ish filoni duke pi alkool. Ti nuk e ka gibet është kjo, përmendja një të keqe që ati nuk i pëlqen. Por ty të lejohet sepse ajo ka bën publikisht. Apo thu filoni kish bo këtë bidat. Ty të lejohet mja përmend këtë bidat sepse ajo është ka bën publikisht. Pra nëse themi filan hoxha thot Allahu nuk është mbi qiell. Ne themi ai o ka thot këto. Edhe nëse ai nuk ka qef me ja përmend, ne duhet ja përmendim për me paralajmëru dhe ne nuk kemi ka bëjmë dhe me thonë gibet të ndaluar. Edhe gjashta dhe e fundit është e tarif. Lejohet tarif. Çka do me thonë tarif? Për shkrimi i një personi me një diçka që realisht është gibet, por kur të është mbytje me njoft dikon, nuk kemi mundësi me njoft as me emën, as me mbi emën, veç në për asajt mete që e ka. Për shembull është shumë i shnosh. Ti i thu filoni me emër dhe me mbi emër, a e nje? A i thot nuk e njo. S'pëm kujtohet kjo emër. Po je taku me ta, po s'pëm kujtohet. Edhe i thu, atë kujtohet ai, tani kalon pjesa që është gibet. Atë kujtohet ai që ishte shumë i shnosh. Kjo fjalë shumë i shnosh është gibet, sepse personi nuk i pëlqen me i thoni shnosh, në atë kuptimin e keq. Edhe ti kur e përmend të rast, ati i kujtohet me njerë. Ose me thonë për shembull i verbën. Ose me thonë njeri, do me thonë që çalon. Apo njeri që ka defekt filon një anë në njërën dorë, kështu me radhë. Qëllimi ishte vetëm për të përmendur diçka që lejohet, që kërkohet nevoja, por jo me nënçmu, Allahu na ruaj, me nënçmu muslimanit. Ndaj, këto ishin që ka thënë al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallim mu'arrif wa muhadhdhir mujahir fisqan wa mustaftin wa man talaba li'ana fi izalati munkari. Pra kjo është një poezi që përmbledhin këto 6 raste në të cilat lejohet gibeti. Pra me konsensus dietarëve të ehli sunetit është se lejohet gibeti ndaj bidatxhinjeve, ndaj pasuesve të bidatit, për ata që e meritojnë, do me thonë paralajmërimin ndaj bidatit e tyre dhe për ta, por jo shpifja ndaj tyre, apo jo gibetin atë pjesë që nuk lejohet. Për shembull,
Edhe nëse është qaderi, edhe nëse është murxhi, edhe nëse është kharixhi, edhe nëse është xehmi, nuk lejohet me përmend gjanat që nuk të lejon Allahu azza wa jall, edhe nëse është mubtadi. Prandaj, këto ishin dy dyshime që i përmendëm në sonte, cilat çarkullojnë të shumë njerëz, edhe i fusin dyshime e gjithë kjo për ta shembur, për ta dëmtuar davetin e ehlis sunetit që ka kaluar shekuj pas shekujve, dhe pa dyshim se do të vazhdoj deri në ditën e gjykimit, çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazala ta'ifatu min ummati 'ala al-haqqi zahirin, do të vazhdojnë grup për umetit tim me hak, me të vërtetën zahirin, qartas, s'ka fshehur as kur gjë, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta yati amra Allah wa ma la dhalik. Nuk ka më bë asgjë të keq ata që kundërshtojnë. S'ka më bë dëm, s'do të kenë mundësi për mi dëmtu. Ata që e tradhtojnë pra këtë rrugë bëhen pasuesve dhe ata të cilët e kundërshtojnë deri në ditën e gjykimit kur vjen emri i Allahut azza wa jall. Kjo është për sonte. Lutim Allahun azza wa jall që të mësoj të themi hakun dhe të largohemi prej batilit. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad.